Tash kjo koha, sezona, pranverë, verë, kalimi prej sezonës dimrit, tash kjo ka me ndiku në ritmin tonë biologjik, edhe në atë aspekt ka me ndiku edhe në rritjen e metabolizmit. Tash edhe me rritjen e temperaturave, po ashtu do të mi kushtu rëndësi shumë edhe hidratimet, edhe mirë se vjen edhe profesora që kena me pas do bi krejt prej kësaj bisede. Tash kjo koha, sezona, pranverë, verë, kalimi prej sezonës dimrit, është një kohë shumë e mirë. E sidomos e njerëzit që kanë mbi peshë. Tash, tek njerëzit që kanë mbi peshë, preferohet kjo sezon, kjo kohë, për arsye se pa dyshim, rritja e ditëve, rritja e rrezave diellore, ka me ndiku në ritmin tonë biologjik. Tash kjo ka me ndiku në ritmin tonë biologjik, edhe në atë aspekt ka me ndiku edhe në rritjen e metabolizmit. Tash, njerëzit që kanë probleme me mbi peshën, mundën me përdor këtë kohë, me shfrytzuar maksimalisht, për arsye se edhe rrisin metabolizmet, po dhe kanë benefite tjera, si për shembull ka produkte më të freskëta, ka pemë perime më të freskëta, cilat mundun mu përdor, në dieta, në ushqime, në gjithçka mu përdor, edhe ka me pas benefite shumë të mëdha nëse përdoren çësht dohet, edhe nëse shfrytëzohet edhe aktiviteti fizik çësht dohet. Tash edhe me rritjen e temperaturave, po ashtu do të mi kushtu rëndësi shumë edhe hidratimet, mu hidratu sa më shumë që mundemi, me çaja, me ujë, le të largohen sa më shumë pijet e gazume, pijet e ëmbla, le të shmangën të paktën sa më shumë që munden, edhe le të konsumohen më shumë çajrat. Çajrat mundën me bëhet ftohtë, edhe marrim antioksidantët, edhe hidratohemi, ujë, perime të ndryshme, pemë ndryshme, edhe gjithçka ka me qenë në rregull. Tash zakonisht po fokusohemi edhe te nën pesha dhe te mbi pesha, për arsye se janë më të përhapura në botë për këto dy ekstreme. Tash te rastet e nën peshës, do të më shku me 3 racione në ditë, domethënë mëngjesi, dreka dhe darka, edhe 3 shujta ndërmjetëse. Kurse te mbi pesha do të më shku 3 racionet, mëngjesi, dreka dhe darka, po dhe 2 shujta ndërmjetëse. Pra qëllimi është që te mbi pesha nuk është e nevojshme me hy ngrev urie, nuk është e nevojshme ajo, po le të hahet shpesh edhe nga pak, edhe gjithçka ka me qenë në rregull. Edhe te nën pesha nuk ka nevojë jo me shku për një herë me ushqime shumë kalorike ose me mundu me ushqy për një herë shumë, për arsye se mundet me shkaktu probleme tjera, mandej probleme me stomak, me të vjellura, edhe ai person mandej s'ka me pas motivim as me vazhdu me ushqym. Kështu që 3 racionet pra, mëngjesi, dreka, darka, gjithmonë duhen me qenë pranishme, edhe te nën pesha, edhe te mbi pesha, kurse te nën pesha shkojna me 3 shujta, te mbi pesha me 2 shujta. Do të me qenë mëngjesi, prej fillimit të fillojna mëngjesin që do të me qenë. Do të me përfshi në përgjithësi të krejt njerëz, të shumica njerëz në fakt, do të një racion, do të me përfshi karbohidrate, yndyrna dhe proteina. Do të thonë këto të shëndetshmet. Mëngjesi do të me fillu me diçka të lehtë, pasi që shumica e grave janë të angazhume me punë, si në punë, shpesh si në punë edhe jashtë, mirë kish me qenë me diçka sa ma të lehtë me shku. Për shembull te mbi pesha, po edhe te nën pesha kishim shku me vezë, me qumsht, me djath, me jogurt, me drithra, me fara të ndryshme, me përzierje të ndryshme me bo, janë opsione shumë të lehta që mundën me bo paraprakisht, edhe masandej me fillu mëngjesin që shdohet. Si te fillojna mëngjesin këtë mënyrë, do të thonë mënyrë të shëndetshme, atëherë edhe krejt e dita dhe racionet e tjera ka me shku rrjedhshëm, edhe ka me shku edhe ato në mënyrë shëndetshme, nuk kena me pas atë ndjenjen me ushqime snacks, me ushqime të shpejta, edhe gjithçka ka me qenë rregull. Kështu që prej mëngjesit si të fillojna mëngjesin me ushqime që shtohet, me hidratimin me bo që shtohet, gjithçka ka me shku në rregull gjatë ditës. Tash zakonisht, nëse flasim për këshilla nutritive, ato don me zgjat 6 deri 9 muaj, për arsye se është koha e nevojshme për mu bë riedukimi i trupit. Po, nëse e shohim nga ai aspekti se sa kilogram duhet me humb në muaj, tash po flasim në mënyrë të shëndetshme, është 1 deri 5 kilogram në muaj preferohet me humb, pa i shkaktu problem kur gjohet trupit. Po tash po, sidomos ka dieta, po ka për klikime në fakt i bojnë, që për një javë mi humb 20 kg. Ajo nuk është mënyrë e shëndetshme as pak, se ti, nëse i humb 20 kg për një javë, keme shkri masën muskulare, jo masën dhjamore. E qëllimi sidomos të mbi pesha është me shkri masën dhjamore, jo masën muskulare. Ajo qëllimi është me forcu masën muskulare, me shkri masën dhjamore. Sipas studimeve, kanë tregu që 85% këtyre rasteve, cilat hynë këto dietat ekstreme, dietat e shpejta, dietat strikte, i kanë kthy qatë peshë që e kanë pas, po përveç që e kanë kthy qatë peshë që e kanë pas, e kanë dyfishu.
Kështu që ato janë mënyra të shpejta, po nganjëherë ajo rruga më e shkurtër del edhe më e gjata. Kështu që më mirë është me marr kohën, mu fokusu te vetja 6 deri në 9 muaj, shkojnë shpejt, po edhe nuk ka nevojë me qenë strikt për kur gjo hiç. Hani pini mos e teprani, mos me teprun kur gjo hiç, shpesh edhe nga pak me hangër, edhe s'ka me pas kur far problemi kur hiç. Është një vonesë komunikimet mes qendrës për ngopje edhe trurit, prej 20 minutave. Pra, kjo çfarë do me thonë, do të thotë se nuk ka nevojë me qëndruan tryez, deri të fitojnë atë ndjenjen e ngopjes, po le të çohem me vish pak më herët. Nëse pas 20 minutave e kena halat ndjenjen e urisë, normal që do të me vazhdu me hangër ushqimin që jena kont e konsumu, po nëse nuk e kena, atëherë gjithçka ka me qenë rregull. Qëllimi i kësaj shpesh edhe nga pak është që ta aktivizohet edhe efekti termik, i cili i merr domethënë rreth 10% të sasisë së energjisë dalse. Pra, nëse kena konsumu me marr si shembull 2400 kalori, atë 240 kalori ka me qenë si energji, ka me dalë, domethënë ka më shpenzu si energji dalse, si shkak i efektit termik. Pra, në momentin që na kena me konsumu gjatë ditës shpesh edhe nga pak, ka mu aktivizu efekti termik edhe ka mu shpenzu edhe një farë mënyre domethënë kalorit, domethënë 10% e kalorive si energji dalse. Nuk vlen për arsye se të njerëzit cilët kanë mbi peshë duhet me shku me ushqime të cilat kanë më pak kalori, edhe aktiviteti fizik do të me qenë shumë e paranishëm se që kishëm shku për shembull te raste të cilat kanë nën peshë. Te rastet me nën peshë kishëm me shku për shembull me ushqime të cilat janë më shumë kalorike, edhe qysh e ceka për shembull 3 racionet edhe 3 shujta. Domethënë është edhe një shujt ekstra. Po këto ushqime do të me qenë më kalorike edhe aktiviteti fizik do të me qenë i pranishëm edhe te nën pesha, po do të me qenë më pak i pranishëm se qysh kish me qenë te mbi pesha. Për shembull te mbi pesha kishëm shku me 2 herë në ditë, para dite edhe mazite, e sidomos ai mazitës është më i preferueshëm për arsye se edhe bëhet nortë e mazitës, bjen metabolizmi, edhe me anë të aktivitetit fizik, ushtrimeve, atë ka më rritja metabolizmit. Kurse tek nën pesha kishëm shku me 1 herë në ditë. Diku rreth 20-30 minuta maksimumi kish me qenë, se nuk bën me lënë trupe me qenë pasiv. Nuk kena nevojë tash edhe te nën pesha, nuk është qëllimi me shtu masën dhjamore, po me shtu masën muskulare është qëllimi. Kështu që nëse na e bëna një jetë pasive edhe vetëm hajna edhe rrina, normal që ka më shtu masa dhjamore. Kështu që pak me aktivitet fizik, pak me ushtrime, pak me ushqim, gjithçka ka me qenë rregull, ka më shtu masa muskulare, ka më shtu pesha, edhe gjithçka mirë ka me qenë. Tash hidratimi dallon të gjitha hidratimi që e kisha bo one ose dikush tjetër dallon. Ajo shkon me formulën 30 ml për kilogram të peshës trupore, për njerëz të cilët nuk bën aktivitete fizike, kurse njerëz të cilët bën aktivitete fizike ose edhe aktivitete fizike normale ose më të rënda, 30 ml plus 10 deri 12% e peshës trupore. Mandej prej asaj na e shohim se sa është, domethënë sa ka me qenë hidratimi i nevojshëm për një person. Po hidratimi sidomos në këtë kohë, që po fillon më po edhe më nxehtë, do të më kushtu pak më shumë rëndësi. Tash sidomos te njerëzit të cilët bën aktivitete fizike, do të akoma më shumë rëndësimi për kushtu, për arsye se edhe me aktivitete fizike kanë më hub lagjet pak më shumë. Kurse tek njerëzit të cilët nuk bën aktivitete fizike edhe shumë, normal që të dy raste, pra do të më fokusu hidratimet, me anë çajrave, ujit, pemëve, perimeve të ndryshme, supave, këtë këto përfshihen edhe ka më bo hidratime. Të mund me pas, tash në këto raste mund me pas faktor të ndryshëm. Mund me pas probleme në gjandrën e tiroides, mund me qenë probleme tjera hormonale, kështu që ato duhen mu kontrollu, edhe mandej me qyrkosh probleme. Edhe kur për shembull nëse është e gjandra tiroides, ti pak a shumë e ke gjetë atë burimin kryesor, edhe me ndalimin e disa perimeve ose pemëve, si për shembull brokoli, spanaçi, llojet e lagrave, pjeshka, dardhat. Këto janë të ndalume për shembull, po foli si për marr si shembull rastin të gjandra tiroides, janë ndalume për arsye se e pengojnë absorbimin edhe e jodit. Kështu që tash kur të gjejmë burimin, kemi gjetë masandej edhe opsione tjera çka dosh me bu për me kuru qatë burim të smundjes. Këshilla jam, kish me qenë që le të ushqehemi krejt. Ushqimi nuk është armiku jon, le të bëhet miku jon, po le të ushqehemi me ushqime të cilat kanë lëndë ushqyese, pemë, perime, le të fokusohemi në ato pak më shumë, ndrithra, edhe proteinat me origjinë bimore apo shtazore. Për shembull me origjinë bimore janë pasuli, thjerrzat, me origjinë shtazore janë mishrat, le të mundohemi me i konsumu mishrat me pak dhjam, edhe aktivitetin fizik, mos të harrojnë, aktiviteti fizik gjithmonë do të me qenë pjesë e jetës tonë, gjithmonë.
edhe hidratime. Do me thonë, ushqimin me kontrollu, nuk ka nevojë as me hangër shumë, as me hangër pak, le të jetë shpesh edhe nga pak, edhe le të mundohemi me qenë i cilësisë mirë, edhe mandej është hidratime. Hidratimi duhet me i fokusu shumë rëndësi duhet me jep hidratimet gjatë ditës, edhe aktiviteti fizik. Në momentin që këto trija janë rrjedhshmëri, gjithçka ka me qenë rregull dhe nuk ka me pas problem.